Thuhet shpesh se vajzat janë pasqyra e butë e zemrës së një babi. Marrëdhënien midis babait dhe vajzës ka diçka shumë të veçantë, një përzierje mbrojtje, krenarie edhe dashurie që shpeshherë nuk ka zë. Mua më pëlqen ta shikoj figurën e babait si rrënjët e një peme. Shpeshherë janë edhe të padukshme, nuk i shohim shpesh, ama i mbajnë jetën në këmbë. Për këto kemi ftuar sot babin e Duas edhe të Hanës, Elvin. Mirë se erdhe, Elvin. Mirë se vjen. Çfarë të ka mësuar Hana, vajza e vogël për jetën, që nuk ta kishte mësuar akoma Dua? Hana është fëmia i dytë, edhe duke qenë që ishte fëmia i dytë, ishim pak më të përgatitur se Dua. Por karakteri i Hanës ndryshon shumë me atë të Duas, domethënë nëse me Duan kishte karakter të formuar që ne e njohim, karakteri i Hanës është totalisht i ndryshëm dhe është i kundërt me Duan. Me Hanën e kuptuam që dashuria për fëmijët nuk ndalon vetëm te ajo e para, siç ishte Dua, që mendonim që s'do kishte dashuri më të madhe, por edhe te fëmia e dytë, ndoshta edhe te fëmia e tretë, dashuria rritet edhe më tepër. Jo se Duan e kemi lënë pas dore, por është shumë fishu, është dy fishu. Është shumë fishu për të dy fëmijët domethënë. Ke mundësi të balancosh kohën midis punës edhe kohës si birë për prindrit e tu, si bashkëshort, po edhe si baba për të dyja vajzat? Si e gjen këtë kohën? Është e vështirë, domethënë për shumicën si puna jonë që jemi në punë gjatë kohës, është pak e vështirë, por e para është familja. E parët janë fëmijët, bijtë tanë, pastaj nëna baba, pastaj gjërat e tjera. Sigurisht që puna është shumë e rëndësishme, por në mendimin tim gjëja e parë është familja dhe shëndeti i tyre. I prindërve, i fëmijëve apo i bashkëshortës, pastaj vijnë gjërat e tjera. Domethënë mundohemi që t'i japim rëndësinë maksimale dhe të duhur tyre të dashurve tonë, le të themi. Pastaj shohim edhe punën, se normalisht që duhet punojmë që të ecim përpara. Ndryshe nga këto intervistat e tjera që kemi bërë deri tani, ti përket një familje të madhe, domethënë Hana dhe Dua kanë fatin të jetojnë me gjyshurit. A ndjen ndonjëherë veten të sfiduar në thonjza nga, po them, edukata që ti dhe Iva doni t'i jepni vajzave, por mund të ketë ndërhyrje nga gjyshurit? Si mund ta menaxhosh këtë? Na jep një formulë. Është e vërtetë, ndodhesh ndonjëherë në kushte të vështira që ti thua, ok, hajde se po të merr babi, ajo thotë, jo, du të rri me gjyshin apo me nanën. Sepse kam fatin që mamaja Ivës është mësuese. Unë aty dorëzohem, sepse qenit mësues, për më tepër ciklit tullut, domethënë fillore 8 vjeçare, edhe eksperienca e këtyre gjyshërve, unë ngrej duart direkt të them që me këto unë nuk mund të bëj, nuk mund të eci. Domethënë ale për herë atyre. Është e vështirë, por kemi dy fëmijë që na dëgjojnë edhe mendoj se japin rëndësinë e duhur prindërve dhe gjyshërve. Ato janë fëmijë shumë të dashur dhe gjyshët i duan shumë. Edhe babën, edhe nonën, edhe nanën, edhe gjyshin që thashë. Të dyja palët. Të dyja palët. Ndërkohë ti, çfarë ke trashëguar diçka që për ty ka rezultuar shumë e rëndësishme në kalimin e viteve nga babi yt, edhe që ti do me patjetër t'ia përcjellësh edhe dy vajzave? Unë babin e kam shumë të drejtë, do më thëmë, është personi i cili,
më personifikon në shumë aspekte. Është njëri i drejtë, edhe këtë frymë mundohen t'ja jap edhe fëmijëve. Jo vetëm kjo, po është edhe qenet njerëzor, domethënë se sot të kësaj dita qenet njerëzor po humbet, domethënë të empatia e një personi i cili ndoshta s'ka ato mundësi që ti i ke, edhe kuptimi i këtij personi në atë hall apo në atë, le ta quajmë derexhe që i ka rënë. Domethënë kjo ka humbur. Këtë mundohem që t'ja transmetoj edhe fëmijëve nga i madh që të kuptojnë edhe empatinë e një personi që s'ka mundësi të jetë aty ku ti je. Dhe mundësisht se jo të ndihmoj apo qoftë edhe me një fjalë, qoftë edhe me mirëmëngjes apo mirëmbrëmë apo natën e mirë. Janë gjëra që në kohën e sotme po humbin. Këto gjëra unë kam trashëguar në i madh, nga gjyshja ime që po ashtu ka qenë njësoj si i madh, domethënë. Elvi, me qenë se jemi këtu ke familja edhe tek vlerat që ti tani si e rritur i ke evidentu, në qoftë se do të duhet t'i shkruaje të dyja vajzave në një letër për secilën. Cila do ishte fjala që do ta përsërisje në të dyja letrat më shpesh në një lloj? Mendoj se mirënjohja, respekti dhe edukata. Këto janë kryesorët për një fëmijë, ose më mirë për fëmijët e mi që ti kem parasysh dhe vlerat dhe parimet e tyre të trejave, ti kem për vetë dhe të transmetojnë dhe të fëmijët e tyre në një të ardhmen atëherë kur të jetë. Atë ka ndryshu si burr fakti që je baba? Po. Do them një diçka të shkurtër, domethënë ta bashkangjis me këtë që më the. Ko më para kam pas një pozicion pune në shtat dhe kisha në varësi shumë njerëz, rreth 150-152 persona. Edhe pjesa më e madhe ishin gra. Në atë kohë unë nuk isha baba, domethënë isha burr, po s'kisha fëmijë. Edhe vetë pozicioni punës më deshte që të bëj edhe apele, jo në vetë, po bashkë me bashkëpunëtorë tjerë. Edhe këto persona që vinin 5 minuta apo 10 minuta më vonesë, nxjerrin justifikim që ora shif se kam fëmijën, kam këtu, kam vjerrën, kam këtë, kam atë. Okej, në rregull, nuk është se merrja mas, po i kaloja kështu me të gëlltitme. Edhe tani takoj po prap këto persona që më përpara i kam pas bërë vrejtje, edhe tani kërkoj falje, shumë falje, ndoshta po përdorim edhe këtë klip të sotshëm që i kam ushtruar këtë lloj presione sepse nuk e kam pas ditë që qenet bab apo të qenet nën ka edhe përgjegjësi për të cilat çdo person ngren duart, s'është ajo që thash më përpara, domethënë që gjëja e parë është familja, fëmijët, pastaj është puna. Ata këto persona që kanë ardhur, le të themi 10 minuta, një orë me vonesë në punë, kanë qenë plotësisht justifikuar duke qenë që kanë qenë me fëmijë. Po unë nuk isha në atë kohë dhe e perceptoja ndryshe. Kështu që nëse ndjekën i kërkoj falje. Kush është frika jote më e madhe si baba? Frika ime më e madhe është fëmijët në një ardhmë të mundshme mos na dëgjojnë apo mos respektojnë këto parime që ne kemi apo që ne kërkojmë t'ja japim. Dhe uroj që mos jetë ky rasti. Jetojmë në kohë të vështirë ku teknologjia, informacioni ndonjëherë keq përdoret dhe preja kryesore janë fëmijët. Do duaj që jo vetëm me fëmijën tim, po me të gjithë fëmijët kudo ku janë, jo vetëm këtu në Shqipëri, po kudo në botë, mos janë prej bullizimit, mos janë prej drogave, mos janë prej keqpërdorimit të teknologjisë informacionit, dhe duan njëri tjetrin. Nëse goca do ta shikonin këtë intervistën mbas 20 vjetësh, përpiqu të shkosh mbas 20 vitesh
edhe ato të dy janë duke e parë këtë intervistën. Cili do ishte mesazhi yt për to sot? Dashuria mendoj se s'do ulet asnjëherë, do të thënë për herë do e duam si tani edhe pas 20 vjetësh, për çdo lloj vendimare që ato të marrin. Do të thënë kudo që ato të jenë, ne do jemi aty. Qofse do na kërkojnë se pas 20 vjetësh i bie të jeni çik të ndaja, ndoshta s'na duan më thënë bëra 18 vjeç tash kam jetën time. Po nëse ato do e kërkojnë, do na kërkojnë, ne do jemi aty për ato. Dhe mendoj se do i mbështesim edhe pavarësisht vendimeve që ndoshta ne s'na pëlqejnë. Deri aty ku është limiti. Nëse do shkruani një libër për ty, si mendon ti që do ta kishte titullin ai libri? Nëse libri do shkruaj tani, mendoj se do ishte Polici keq. Po nëse do shkruaj mbas disa Nëse do ishte mbas 20 vitesh, ndoshta do ishte, se di, heroini i heshtur. Nuk e di se si mund të ishte pas 20 vjetësh, po si mendon një titull për Duan dhe një titull si mund ta titullonte Hana dhe si mund ta titullonte Duan? Për Duan jam i bindur që do ishte heroini i heshtur, kurse për Hanën do ishte Polici keq. Jo, Polici keq është për të dyja tani. Domethënë se unë jam ai personi që për herë i flas edhe i jap shembujt që kjo duhet bërë, kjo nuk duhet bërë, kurse Iva është çik më tolerante, nuk është aq strikte sa çem unë. Qoftë atë me disiplinën në shtëpi, me kputucët, me rrobat, me ngreje, çoje, hudhe, laje, shplaje. Po ti nga e ke marrë këtë? Nga mami? Nga mami. Domethënë ne kemi qenë 2 vëllezër dhe mami ishte personi që punote me 3 burra në shtëpi. Me 3 burra punote, late, shplate, fate, rrobat, hekuroste. Detyrimisht që i pjesë punës duhet ta bënim edhe neve. Edhe si ka ngel aq e bukur, nga që ja u ka delegu detyra aty dhe prandaj tani shtëpia ka ngel më e bukur, kështu që nuk ka shumë. Ka kohë mirë për veten. Ka kohë mirë për veten. Nis nona, e përshëndesim shumë edhe nonën. Kurse Hana ndoshta do kishte një tjetër, se Hana është tjetër karakter, ka karakterin shumë herë më të fortë se Dua. Për Hana nuk e di, a do shkruajte libër apo do shkruajte gazetë. Të dyja janë fëmijë shumë të mirë. Lejmë ke gazeta, po, janë shumë të mirë. Realisht edhe na sa ne arrim ti dallojmë fëmijët, empatinë ato e kanë të dyja. Kështu që kjo pjesa ri pa merak. Po, a mendon ti që mund t'ja përdorin atë mirësinë që ti dhe Iva me shumë përpiqeni, domethënë me shumë dëshirë, përpiqeni që t'ja mësoni, a mendon që mund t'jetë bumerang kjo pjesa, që ju i mësoni me shumë, përpiqeni të mësoni empatinë, mirësinë, drejtësinë, edhe kur dalin jashtë në atë makron ambientin apo shoqërinë, mund t'i përdoret kjo? Është e vërtet, unë mendoj që mund të përdoret, por domethënë atë ky përdorimi apo ripërdorja ka një limit se thuash. Domethënë unë uroj që ato ta kuptojnë herën e parë. Si? Ata kuptojnë edhe herën e dytë, duke na pas ne për herafa. Okej. Kështu që bota sot është ndryshe, është multikulturore. Nga Shqipëria sot mund të shkosh në gjithë vendet e Bashkimit Evropian, mund të ikësh me vizë edhe në Amerikë, ndoshta kur këto 2 vajza të rriten, ndoshta nuk do janë fare vizat. Është e vështirë, është shumë e vështirë që mirësia të përdoret apo të keq përdoret në persona të tjerë. Urojmë mos të jetë fati i tyre, unë mendoj që ne do bëjmë pamundurën që t'ja mësojmë deri ku është limiti, deri ku mund të përdorin. Apo se si mund të përdoren. Pastaj është që të mos jenë të përdorura, po them,
pikërisht për këto që ne i quajmë vlera, në kulturë dhe edukatën e familjes, dhe ato të arrijnë të dallojnë të mirën nga e keqja. Domethënë edhe ne që jemi keq, kaq të mëdhenj ne ja përdorim, edhe ne nuk e kuptojmë fare. Absolutisht. Domethënë unë e di që jam përdor, edhe kam kuptuar shumë kohë pas. Tani nuk është se ne kemi ndorë këto gjëja. Thjesht mundohemi të marrim masa, nuk ka i formulë. Eksakt, nuk ka i formulë që të thosh 1 bën 2. Është i dysh i fshehur diku që çdo person duhet ta kuptojë. Domethënë mas ne lloji përdorimit, forma përdorimit, dëmi që do të sjellë, kjo është një tjetër gjë. Prandaj duhet të jemi afër. Duhet të jemi afër derisa ta kuptojmë. Pastaj pjesën tjetër e kanë vetë në dorë kur të rriten. E çfarë mendon kur shikon duke fjetur? Çfarë mendoj kur janë duke fjetur? Unë fles zakonisht, kryesisht flen me mamën, po flen edhe me babën, kur mami ka detyra puna për të bërë. Edhe nuk ngopem duke i pashkur të më vete. Ma mendon diçka? Unë mendoj që si ikin ditën, domethënë. Kur shoh rrobat edhe fëmijët që rriten, po ikin ditët. Fakt ditët ikin, jemi ne ata që ikin. Domethënë fëmijët rriten, ne vimi atë është i kurb që fillon dishezën kur të vi, koha qëndron, ne jemi që ikim. Edhe ato janë që do dalin, nesër pasën do na përfaqësojnë ne me të mirën dhe të keqen tonë. Se dhe ne nuk është se jemi perfekt, po urojmë që të marrin më të mirën. Nesër pas nesër kur dalin. Nuk jemi perfekt, prandaj luftojmë çdo ditë që të arrijmë gjërat e S'ka perfekcion. Mua nuk pëlqen fare ideja e perfektit, e botës perfekte. Do më duket sikur ishte diçka lineare, që nuk t'jep asnjë motiv për të vazhduar përpara. Kështu që jemi me fat që jemi me defektet tona të voçla, të buta, që ka Shqipëria mesme. Ashtu ne ka thënë Zoti dhe ato do i marrim. Qoftë ana vizive po në ana intelektuale. Po t'ishte jeta jote një këngë, çfarë këngë do zgjidhje tani, në këtë moment? Se di, do më pëlqejë një këngë Ortala Toskës, si njerëz të rritur në Tiranë, domethënë. Po. Edhe duke qenë që profesioni im ka të bëjë shumë me njerëzit, edhe komunikimi ka të bëjë shumë që në momentin që ti jep dorën atij personi. Pastaj kur ai fillon tregon ato çështjen që mund të shkojë në gjyq apo konsulencë thjesht, aty kupton që kë ke përballë. Kryesisht kur janë njerëz nga Shqipëria e mesme, nga Tirana, nuk është se dua të bëj diferencime, po thjesht të shef një empati të atij personi që je pothuajse i ngjashëm me atë. Edhe kur dëgjoj aq më tepër tonalitetin e Tiranës, aty direkt më kujtohen të njëjtat gjëra që mund të kem bërë me atë person. Edhe fillojmë kujtojmë këngët, fillojmë kujtojmë historitë, jo po ku ke net, jo po ke njeh, jo po rruga, shkolla, ku e bleshe bukën. Gjitha gjërat. Edhe na herë këto këngët e Artiola Tosë kur i dëgjoj, kujtojmë për herë këto muhabete që bëjmë me këto persona. Domethënë ato tirancin e vjetër, si më thon, kur e takon, kur e përqafon, kur thot mirëmjas, mirëmbrëma, me ato dialektin. Edhe këngë fiks nuk më vjen tani ndërmend. S'ka rëndësi. Por je happy. Përgjithsisht jam happy apo duke qenë që jam vjegjëresh. Po. Jam me këmbë tokë dhe shoh ku e vej komën. Okej. Kjo është e rëndësishme. Kjo është. Elvi, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe për mua dhe shpresoj që do të kemi prapë. Patjetër.